Besimtarët në orët e mëngjesit janë mësyn gjamisë së madhe në Prishtinë, ku edhe tradicionalisht organizohet kremtja e festës së Bajramit, e që kësaj radhe u festua Kurban Bajrami. Me ligjërat tematike, teologu Besim Lumnica zbërtheu rëndësinë e festimit, duke mbështetur njerëzit në sfida të ndryshme jetësore për fshirë jetimet. Vizitoni familjet që kanë pas raste mërzie dhinte. Vizitoni fëmijët jetim. Shkoni, vizitoni. Dërgoni dhurata. Sepse shpërblimi është i madh. E ndoshta nuk kanë mu aqel derën dhe me i gëzu. Ndoshta nuk ka kush mi u ble rroba të reja. Ndoshta nuk ka kush mi u ble dhuratën e Bajramit. Stoni. Ndërsa për rëndësinë e festës së Kurban Bajramit, edhe në vetë titullin e sakrificës që ngërthen në vete kjo festë, Miftiu Naim Tërnava tha se nevojitet për kushtim që kjo festë të jetë parafruese për të gjithë besimtarët dhe mbështetjen për njëri tjetrin. Kurban Bajrami na mëson se feja jonë kërkon sakrificë, jo vetëm në aspektin material, por edhe në përpjekje për të përmirësuar shoqërinë, për ta ruajtur atë dhëon, për ta forcuar familjen dhe për ta mbrojtur të ardhmen tonë. Sot sakrifica është që t'i qëndrojmë afër familjes, t'i edukojmë fëmijët në frymën e drejtë fetare dhe kombëtare, si dhe të kontribuojmë për të ardhmen e vendit tonë. Me urime për mirëqenie dhe mbështetje për një tjetrin, për një të ardhme të qëndrueshme, kremtja e Kurban Bajramit u përmbyll duke i hapur rrugën prerjes së kurbanit dhe vizitave tradicionale të besimtarëve tek njëri tjetri, si mision i kësaj feste të rëndësishme fetare dhe shoqërore.